Prokuroria e posaçme ka dërguar për gjykim ish-kryetarin e Bashkisë me Maliaj Gjole Guci, dy vartës së tij dhe subjekte private për aferën e vjedhjes më të madhe financiare që është organizuar dhe realizuar në atë bashki të vogël. Bëhet fjalë për tenderin me objekt ndërtimi ujësillësit rajonal për fshatrat Vasjari, Liras, Qesarat, Anvjos, Toç, Lulzim, Zhulaj, Krahas dhe në qytetin me Maliaj, të financuar nga buxheti i shtetit me autoritet prokurues dhe kontraktor Bashkinë me Maliaj. Ky tender ishte me fond limit rreth 5 miliard lekë të vjetra me TVSH, ndërsa oferta fituese që firmosi Gjole Guci ishte vetëm 12 euro më pak se fondi limit. Dhënë pagar bashkimit kompanive KEG SHPK dhe Ed Konstruksion SHPK, të vetmet pjesëmarrëse në tender. Në kallëzimin e KLSH-s më 28 tetor 2024 dhe në procedimin penal numër 216 datë 4 nëntor 2024 nga SPAK, ish kryebashkiaku i Memaliajt Gjole Guci dhe grupi i tij janë hetuar për shkelje të barazisë në tender, paracaktim vlere fituese dhe nën kontraktim të ndërtimit të ujësillësit te kompania që kishte bërë projektin falas. Por edhe në aferën e ujësillësit me Maliaj ka dalë përfshirë Mirela Kumbaro, deputete, ministre dhe drejtuese politike në qarkun Gjirokastër, e njohur si Bejle Resha e pushtetit në jug. Gjatë hetimit që ka kryer BKH edhe nëpërmjet përgjimeve dhe dëshmive të personave të proceduar dhe pronarëve të kompanive, emri i ministres Mirela Kumbaro ka dalë si person aktiv në grupin e aferës së këtij tenderi. Ajo ka ndërhyrë dhe ndikuar te Edi Rama për akordimin e fondit jashtë planifikimit dhe me vlerë 30% më të lartë se kosto reale, si edhe për dhënien e lejes mjedisore me dokumente fiktive pasi u bë tenderi. Sipas hetimeve, Mirela Kumbaro ka urdhëruar ish-kryebashkiakun Gjole Guci t'ia jap tenderin pagar kompanive KEG SHPK dhe Ed Konstruksion SHPK me pothuajse 100% të fondit limit. Ka lejuar kryerjen e pagesave nga bashkia pa filluar punimet dhe ka ndërhyrë te Komisioni i Prokurimeve Publike për të mos hetuar këtë tender me flamur të kuq. Hetimi dhe dëshmitë që mblodhi BKH nga zyrtarët e implikuar të Bashkisë me Maliaj dhe pronarët e firmave kanë zbuluar se Mirela Kumbaro ka urdhëruar që punimet i jepeshin me nën kontraktim kompanisë Artreum Generation, financuese e fushatave të saj. Kompania Artreum Generation është në pronësi të bashkëshortes së Lorenz Bamit nga Nikla, i katapultuar drejtori urbanistikës në bashkinë e Tepelenës, aktualisht në hetim nga SPAK bashkë me Tërmet Peçin për korrupsion me tokat, lejet e ndërtimit, tenderët dhe fondet i PARD. Nisja e punimeve për ujësillësin e Memaliajt u inaugurua më 7 prill 2021 para zgjedhjeve. Nga Edi Rama dhe Mirela Kumbaro, tenderi u bë më 9 prill, kontrata u lit më 14 qershor 2021, ndërsa ujësillësi duhet përfundonte më 8 prill 2023, por deri tani nuk janë kryer as 20% e punimeve. Referuar këtyre të dhënave hetimore, po bëjmë dy pyetje. A ka ngrënë Mirela Kumbaro nga tepësia e tenderit 5 milion euro të ujësillësit të Memaliajt që firmosi ish-kryebashkiaku Gjole Guci? Përse emri i ministres dhe deputetes Mirela Kumbaro nuk është pasqyruar në lëndën e dosjes hetimore që përgatiti BKH mbështetur në përgjimet dhe dëshmitë e mbledhura? Ndoshta mund të jetë në fazën e dytë të hetimit, pasi më 28 janar 2026 SPAK ndau procedimin numër 216 në një çështje tjetër me procedim penal 216 fraksion 1 për hetime të provave të tjera. Të presim dhe të shohim, sepse deri tani Mirela Kumbaro nuk është proceduar penalisht as për aferat me plazhet, lejet për resorte në zonat mbrojtura, fondet e BE-s me Ilir Beqajn, sipërfaqet e parkut të Butrintit për komplekse vilash, lejimin e mbetjeve të Kurum e të tjerë.